Përshëndetje miq të Super Gol, edhe kategoria e parë tashmë zbret në fush për të parë në vitin 2026 me ndeshjet e javës së 18 të kampionatit, që rezervon në fakt sfida shumë interesante. Deri tani, në këtë fazë të kampionatit të shfaqur, gjithçka është ende e paqartë sepse në lojë janë shumë gjëra, me përjashtim ndoshta të Skënderbeut që është kaputur ndjeshëm krye të renditjes dhe dyshes së fundit të klasifikimit që pothuajse kanë prerë biletën e rënies nga kategoria. Në anën tjetër, janë pothuajse 10 skuadra të përfshira ende në lojë në të gjitha objektivat. 6 skuadra synojnë në zonën e play-offit, 2 ekipe luajnë për një vend që të ngjitë drejt për drejt në superiore, ndërsa 7 të tjera përpiqen të evitojnë një vend në play-off. Sigurisht që ne do të ndalemi në 2 takimet më interesante të kësaj jave dhe përpara se të jem me të ftuarit e sotëm, specialistët e futbollit Ardi Behari dhe Sokol Bulku, do të shohim edhe kalendarin e javës së 18 kategorisë parë, Laçi Kuksi, Pogradeci Besa, që do të vi drejt për drejt në RTS Sport, Iliria Kastrioti në RTS 2, Lushnja Korabi, Burreli Apolonia dhe mbyll javën në orën 16 sfida mes Skënderbeut dhe Luftëtarit. Renditja pas 18 javësh, ose më saktë pas 17 dhe në pritjet javës së 18, sheh në krye të klasifikimit Skënderbeun kuotën e 40 pikëve, Laçi 33, Pogradeci 32, Kastrioti 24, Besa 23, po ajsa Burreli, Apolonia dhe Iliria nga 22 pikë, Korabi 20, Lushnja 16, Luftëtari 11 dhe në fund Kuksi me 9 pikë. Behari, një gjithëpërfshirje, po themi, e të gjitha skuadrave ende në lojë për gjitha objektivat, ndoshta duke përjashtuar, siç thash, Kuksin dhe Luftëtarin që vështirë se mund t'ja dalin televizin nga ajo situatë dhe Skënderbeu që duket gjithmonë e më pranë rikthimit në elitë. Absolutisht po, përshkrimi i tabelës së klasifikimit është i drejtë nga ju dhe janë ndarë, janë konturuar, po themi, pjesa e pretendentëve dhe synimet që ato kanë. Dhe normalisht ka ecur me logjik, po themi, sportive, po edhe në bazë të investimeve, përjashtuar këtu Besën e Kavajës që e filloi me pretendimet më dha, krijoi një skuadër të mirë, por vetëm në fund është zgjuar në udhëheqjen e Maganit dhe është, pavarësisht se është me distancë në ato skuadrat, por sforcu është maksimale për të kapur kaçen edhe për të garuar për 2 vendet e para. Pjesa e treshës të pretendentëve tani më është konturuar jo vetëm në rezultate dhe në tabel klasifikimi, por për më tepër në kontingjent dhe në ato çka ata prodhojnë për të qenë sa më konkrete objektivat që i kanë sezonit. Është një luftë shumë e fortë, në fakt. Dhe këtë luftë i jep bukuri, i jep më shumë dilema ecuria e Pogradecit. Dhe jo vetëm në fazën që mbaroi, po sidomos me merkaton që është duke zhvilluar, sepse është një nga skuadrat më aktive në këtë merkato dimri. Një luftë jo pak e ashpër është për mezin e artë, sepse distanca që skuadrat kanë me njëra tjetrën është shumë e afërt dhe në çdo javë mund të ndodhë gjithçka me këto skuadra. Sigurisht duke pasur atë bonusin që nga poshtë nuk i rrezikon shumë pozicionimi i 2 skuadrave të fundit, si Luftëtarit ashtu edhe Kuksit. Për më tepër Kuksi, sepse ka pasur shumë largime dhe pak afrime, një situatë të trubullt. Dhe Gjirokastra që është duke ka pranuar verdiktin e këtij sezoni. Po t'i kthehemi intervistës që administratori dha para pak javësh, dallonim lehtë problematikën që mbart skuadra. Një skuadër e ndërtuar me djemë të rinj që në parim është okej për shkak të aktivizimit të tyre edhe të pritshmërive që ata kanë, por me mangësitë theksuara financiare dhe pa mbështetje. Dhe nisur nga hemoragjia që ka pasur në këtë dhjetor, në këtë janar, të periudhë merkatoje, shpresat janë të pakta. Në të kundërt, Gjirokastra është duke lëvizur në merkato, duke forcuar kontingjentin e saj, dhe sigurisht që pritet shumë në kjo Gjirokastër që dalë në kjo gjendje aq më tepër me rikthimin e një Gjirokastriti në krye të saj, si Devolli. E megjithatë, e rëndësishme është për të parë këto 2 grupet e tabelës klasifikimit, si Treshja plus Besa për të garuar për të dalje në Super League dhe Mezi Art pasaj që është një histori më vete për shkak të distancës së vogël të pikëve.
Kjo është vërtet. Dhe në fakt këto dy ndeshje që do të vinë drejt për drejt në Radio Televizionin Shqiptar, Bulku, kam përshtypjen që do ta diferencojnë pak më qartë, pra cila skuadër do të jetë ajo e aftë luftoj për ngjitjen direkt dhe cila do të synoj play-offin dhe cila nuk mundet do ta bëj. Kam përshtypjen këtu ose kam fjalën këtu për derbin mes Ilirisë dhe Kastriotit që do të luhet në Luz dhe sigurisht që edhe Pogradeci Besa. Por le ta nisim me derbin Iliria Kastrioti, është një ndeshje shumë interesante. Atëherë, po të nisemi aty ku e la dhe Iliria dhe Kastrioti, unë mendoj që Kastrioti ka qenë një skuadër më e qëndrueshme për sa i përket edhe rezultatit sportiv, por edhe formës që ka pasur gjithmonë në ngritje, jo më kot është ngjitur shumë në tabelën e renditjes, ndërsa Iliria ka pasur probleme për sa i përket edhe mënyrës lojës, por edhe ndrimit të stafeve. Pra kemi një trajner të ri, me ide të reja, me taktika ose strategji të reja dhe mendoj që është një ndeshje fort për sa i përket të këtyre dy skuadrave. Për dalje Pogradeci me Besën, unë shoh që realisht është një distancë prej 9 pikësh, pra. Dhe kjo është e konsiderueshme. Por duhet parë forca e Pogradecit, pra janë të dyja skuadrat kanë disa të përbashkëta që janë të investuara mirë, edhe këto të dyja kanë pas qëndrueshmëri, Besa kujtojmë vjen mbas 3-4 fitoreve, po ashtu dhe Pogradeci. Por në një dallim që Besa i ka bërë në fushën e vet, ndërsa Pogradeci ka treguar forcën edhe jashtë fushës. Përveç asaj që ta ardhi ka ndryrë në mërkatë, mendoj që do jetë një lloj testi për Pogradecin që mos të shikoj më nga mbrapa, po të shikoj gjithmonë përpara, sepse është një pikë diferencë larg Laçit, vendi i dytë që të çon në superiore. Kështu që të dyja mendoj që janë ndeshje shumë të forta dhe mendoj që të katër skuadrat që ne do i shohim sot, mendoj që janë përgatitur për ndeshjen e parë, sepse kanë pasur dhe një 3 javë pauzë për të përshtatur ato. Në fakt te Iliria, desha të shtoja diçka te Iliria për shkak të ndryshimit të stafit. Sigurisht që përbën vështirësi koha në krye të skuadrës, por njëkohësisht ka dhe atë avantazhin e le të themi kështu e impaktit të fillimit. Që jep një trajner i ri në impaktin e fillimit dhe sot i duhet më shumë se kur ky lloj impakti, sepse sot duke pasur një kundërshtar direkt, duke qenë një derbi, mendoj se shumë çka do të bazohet te lufta sportive, te ajo pjesa e impenjimit maksimal dhe do shfrytëzohen gabimet, kush bën më pak gabime fiton ndeshjen dhe ndoshta kjo është një e mirë, po themi për Ilirin në këtë moment të rifillimit të kampionatit. Përkundër pasaj Kastriotit që përveç le të themi kështu një skuadër që ka vazhdimsinë e saj, një nga faktorët ndihmues në këtë përballje është që luan një fushë asnjëanse, pra nuk e ka atë presionin e fushës e cila mund të ndihej edhe te Kastrioti, edhe pse në të dyja skuadrat duhet të thënë që është gjëja më minimale që po të flasësh për presionin e fushës. Janë dyja skuadrat me tipologji të njëjtë, le të themi qoftë në karakterin sportiv, po edhe në kontingjent. Shpesh kanë përdorur dhe fushën e njëra tjetrës si ndeshje në shtëpi. Por dua të të mbështes tek kjo pjesë e ndryshimit të stafit dhe impaktin që jepet. Për shembull kemi rastin e Pogradecit dhe Besës ku lëvizjet në pankinë kanë sjellë një situatë shumë pozitive për të dyja klubet. Ndoshta mund të jetë dhe rasti i Tatangelos te Iliria. Po pikërisht, po shko, Tatangelo po të kthehemi në kohë, do ta kujtojmë te Fieri që ka bërë ndeshje jo të këqija, ka pasur rezultate jo të këqija pavarësisht kontingjentit që ka pasur në dispozicion. Edhe ndeshjet e fundit kategoritë të dytë, një nivel që unë mendoj që është për të por ka bërë shumë mirë edhe atje ku ka qenë. Kështu që Tatangelo i hyn te ata trajnerët që e njeh kategorinë dhe besoj se duhet të shfrytëzoj në këto momente të shfrytëzoj maksimalisht jo vetëm kontingjentin, por për më tepër aftësitë e tyre, karakteristikat e tyre për t'u marrë 100% gjë që e bëri Magani te Besa në një kohë shumë të shkurtër dhe Emiliano Çela ka pasur pak vështirësi për implementimin e ideve të tij që për hir të së vërtetës janë më të zgjeruara dhe pati ato vështirësinë e fillimit e Pogradecit. Patjetër. Shkojmë tani në Pogradec ku është kolegu Lazi Saro në vigjilje të sfidës mes Pogradecit dhe Besës. Përshëndetje Lazi.
Përshëndetje, ju përshëndes nga Pogradeci, nga stadiumi Pogradecit, atje ku pritet të startoj pas pak në orën 13:30, takimi mes Pogradecit dhe Besës, si kundër ju e thatë. Si është situata dhe si do të vendosen skuadrat në këtë përballje shumë delikate sot, Lazi? Atëherë duket se tashmë është gjithçka gati për të filluar, është një teren i përshtatshëm, ndoshta edhe për shkak të rresheve të shiut që e kanë zbutur pak fushën, dhe fusha është në gjendje optimale për të zhvilluar një ndeshje normale futbolli, po ashtu edhe temperaturat, pavarësisht se në Pogradec është pak hera e liçeni që e ftohtë disi ambientin, por që nuk janë temperatura të ulta ndjeshëm. Të dy trajnerët, qoftë Magani për Besën, ashtu edhe Emiliano Çela i Pogradecit, kanë zgjedhur rreshtimin 4-3-3, Pogradeci o ta nis me Stanić në port, më pas Toshevski, Pere, Samake dhe Zguro në mbrojtje, Kasmollari, Danladi dhe Shanaj janë mesin e fushës, dhe Kazem dhe Indio do të mbështesin Pius në majtë të sulmit. Ndërkohë që në krahun tjetër, Avdullau është në port, me Beqa, Kapo, Neto dhe Nurja në prapavi, në mesin e fushës Treni, Danaj dhe Gjinaj, ndërsa Spaiu dhe Cordeiro do të mbështesin Çinedu në majën e sulmit. Këto janë të dy formacione që kanë zgjedhur dy trajnerët, qoftë Gash Magani ashtu edhe Emiliano Çela, për të startuar takimin mes Pogradecit dhe Besës. Faleminderit, Lazi. Janë këto pra edhe vendosjet e dy skuadrave në fushë. Bari e nisim me Pogradecin dhe 4-3-3-shin e Emiliano Çelës, që natyrisht kërkon që të mbyll historitë e ndjekësve dhe të përqendrohet në arritjen e Laçit për të ngjitur drejt për drejt në hapësinë superiore sezonin e ardhshëm. Po bie me njërë në sy eksperienca dhe cilësia në fakt në një sistem që shpesh do t'jetë një 4-2-3-1, po themi, me Shanaj një ardhje re në skuadër nga Partizani dhe me kualitet dhe me eksperiencë, dhe me Kasmollarin që ka qenë një nga pikat më të forta të skuadrës në mesin e fushës, në të dyja fazat e lojës. Dhe ajo që mendoj përveç eksperiencës së linjës së mbrojtjes, ajo që ka më të rrezikshme, po themi, dhe Pogradeci është pjesa e sulmit. Është një sulm me shumë cilësi dhe me shumë shpejtësi. Dhe Çela na ka mësuar që sidomos në ndeshjet jashtë e ka përdorur, i ka shfrytzuar këto cilësi për mbajtjen e topit në zotrim, thithjen e presionit kundërshtarit dhe lirimin e hapësirave për të shfrytzuar në ata. Në një ndeshje të tillë, kur para publikut të saj do t'i duhet të prodhoj futboll dhe të bindë jo vetëm me rezultat, po edhe me lojë që është më kryesorja, besoj se janë njerëzit më në formë të Çelës dhe do të ketë të njëjtën qasje me pjesën e parë të sezonit, që do me thënë, si Zguro do të marrë pjesë në krahun e majt, në kapjen e thellësisë dhe sidomos në organizimin e lojës në zonën e ndërtimit të saj, dhe Toshevski në ana tjetër që do jetë më linear për të kapur linjën e fundit të sulmit, i mbështetur duke krijuar trekëndshin Kazem, Kasmollari dhe Toshevski, të cilët në rotacion janë një nga pikat më të rëndësishme të manovrës së Çelës. Në fazën defensive, Çela mbron me një 4-4-2, që sot besoj se do të jetë me presion të lartë, do të bëj presion të lartë, dhe duke arritur deri në zonat e mezit të fushës, mendoj unë, pas britur në blok të ullët. Është një skuadër që ka automatizma, është një skuadër që krijon shumë konfiguracione, si që ta është Djathas, po edhe Majtas, dhe ajo që mund të ketë vështirësi këtë është sot në këtë ndeshje është përshtatja e Shanajt me manovrat e Çelës, sepse ka shumë pak kohë me skuadrën, dhe gjithë pjesa tjetër pastaj janë lojtarët kryesor, lojtarët më në formë që mbajnë peshën e Pogradecit. Mendoj se është një skuadër me shumë linja dhe një skuadër që ka një filozofi të qartë loje. Që tashmë ka përthithur atë ide që ka Çela për mënyrën se si duhet luajë. Ka implementuar ato idetë e tij në skuadër. Okej, shohim edhe Besën anën tjetër, një skuadër që tashmë po krijon stabilitet, edhe formacioni Kavajës në ndërtimin e Gugash Maganit, një 4-3-3 bulku që kam përshtypjen që është një mundësi e mirë për të rifutur në lojë, sidomos pas 3 fitoreve radhazi.
Po ta shikosh, pjesa mbrapa mendoj se është e konsoliduar, duke filluar nga krahu i djathtë që Beqja është një lojtar që përveç se është linear, futet edhe drejt qendrës, shkon deri në vijën fundore për të krosuar, por dhe godet portën nga larg. Pra është një lojtar që ndihmon shumë në fazën sulmuese, për të kaluar ke krahu i majt ke Nuria, është nga ato lojtarë që përveç se është një mbrojtës i majt që është i fokusuar tek faza mbrojtëse, mendoj që është një lojtar me karakteristika organizative që mund ta ndihmojë dhe për të krijuar atë treshen që e kishte Pogradeci, Djathtas mund ta krijojë me Gjine dhe me Melo. Më bën përshtypje Treni, që është një lojtar sulmues ansor, pra një winger majtas ose Djathtas, është pozicionuar në mesin e fushës dhe mund të kemi një 4-3 të pastër, duke pas parasysh dhe aftësitë që ka Danaj për të mbajtur ekuilibrin në të dyja fazat e lojës, pra fazën mbrojtëse dhe fazën sulmuese, ose në tranzicionin negativ, që sot duhet marrë masa sepse ka sulmues të shpejtë dhe fazën sulmuese Pogradeci e ndërton me manovra shumë të shpejtë dhe me tranzicione pozitive, të qoftë të shkurtra dhe të gjata dhe të shpejta. Por, duke pas parasysh që në krahun e Djathtas është më e fortë Besa, unë mendoj që manovrën e ndërton Djathtas dhe e ndron lojën me diagonalet e gjata drejt Melos. Pra Melo është ai lojtar kryesor që krijon situata 1-1, futet për brenda dhe Cinedo është ai pika referimit që ndihmon skuadrën qoftë për lojën poshtë, por dhe lojën ajër dhe me mbështetjen e Spahiut, pra ka dy kreativ, Spahiun dhe Melo, në të dyja krahat, por që shfrytëzohet më shumë Melo në situatat 1-1. Dhe pikërisht për këtë fakt, Koli, unë mendoj që pozicioni i Trenit duhet të jetë pas Cinedus. Për të kapur gjithmonë hapësirat që do të krijojnë futja në brendja të dy këtyre lojtarëve ansor. Dhe do të jetë dhe kjo një sistem pasqyrte. Në një 4-2-3-1 më tepër. Një 4-2-3-1 me Trenin për të shfrytëzuar cilësitë e tij, teknikën dhe shpejtësinë. Dhe meriton një bravo të madhe Magani që para ndeshjes për faktin e aktivizimit të tij. Kujtohemi në fund të fazave të kaluara, pra Treni me aktivizimin e tij në një ndeshje me Lushnjë në Mosgaboj, ka bërë një ndeshje të shkëlqyer Koli dhe shënoi dhe gol. Dhe me njëre ka përfshirë në formacionin kryetar, por edhe për shkak të specifikës së ndeshjes, sepse një trajner i zgjedh lojtarët për formacionin titular edhe bazuar për ndeshjen që ka, mënyrën, modelin e lojës që ai ndërton. Pra mendoj që do jetë një Bes që do mbrojë me blok të mesëm dhe do zbres poshtë për të krijuar hapësirat për të kapur në tranzicion pozitiv, në kundërsulm, po themi, ekipin e Pogradecit. Okej, do të shohim tashmë edhe se si do të përballen Iliria dhe Kastrioti, një sfidë shumë interesante në cilin Matias Tatangelo do të vendos një 3-4-3 me Gjikën Port, Kallaku, Arabal, Demiraj, Latif, Osikel, Djera dhe Sediu që do t'jenë 3 mbrojtës dhe 4 mesfushor dhe Lika, Kithambro dhe Veriu që do t'jenë në treshen e parë për para. Bari, një 3-4-3 i vendosur... Ky është problemi parë i trajnerit të ri. Pra një skuadër që përgjithsisht Smajli ka luajtur me mbrojtje me 4. Ky është një problem i ri. është arsyeshme një ndryshim, po themi, fundamental, sepse shumë i rëndësishëm nga 3-4. Kohën e ka pasur në dispozicion 3 javë. Është e mjaftueshme. Normalisht, nuk është edhe e paktë, mase nuk është e mjaftueshme, po edhe e paktë nuk është, sepse e ke mundësin për të, po flasim për skuadra që jam profesioniste dhe normalisht nocionet e gjërave i kanë. Në pamje të parë, në skuadrën e blok. Por ajo që bie në sy me njerë është fakti i mungesës së Mazrekaj dhe i Peposhit, 2 lojtarë që me Smalin kanë qenë titular, pavarësisht të rendimentit të tyre, po janë 2 figura të skuadrës që mungojnë. Dhe unë mendoj që është një formacion sulmus në fakt, sepse përveç Likës dhe Veriun dhe sulmusit kryesor të tyre, numrit 9, janë me pjesëmarrje do të jetë edhe Sejdiu dhe Latif, që janë 2 lojtarë, po themi me funksione që interpretojnë mirë kur ngjiten lart në zonën e sulmit. Dhe do të jetë gjithmonë një 3-2-5 me 2 mesfushorë të qendrës që ne i kemi parë që kanë qenë gjithkohës racional. Janë ata që kanë qenë njëri tjetri kanë qenë lojtarët që kanë siguruar ekuilibrat në skuadër.
Dhe është një formacion sulmus për shkak se edhe treshja e sulmit, ose më saktë dyshja e tyre, si Lika dhe Veriu, janë lojtarë triblus, lojtarë të shpejt triblus që e njohin mirë portën, por pak cilësi sulmuse ka. Dhe mendoj që modeli i zgjedhur nga Tatangelo do të jetë një presion i lartë për mos ta lënë Kastriotin të ndërtoj, por edhe i kombinuar ai me presionin dhe pressing të zona ku mbasin topin. Prandaj mendoj që do të jetë prandaj thashë në fillim që do të jetë një ndeshje e fokusuar shumë te ritmi dhe te intensiteti i lojës. Më shumë se te cilësia e saj dhe te manovrat sulmuse. Okej, shohim edhe Kastriotin e Ramadan Andreu tashmë Bulku për të kuptuar edhe se si do të përballen të dyja skuadrat. Një 4-3-3 me Gjinollarin, Kacbufin, Oliver dhe Hasan përpara Pujës dhe Hodo, Mojses dhe Kasmollari në linjën e mesfushës, Hoxha, Kaplani dhe Idriz në treshen përpara. Edhe këtu kam përshtypjen që nuk është se është një skuadër që mbrohet. Absolutisht, duke parasysh dhe pozicionin e Hodos dhe të Kasmollarit, por më shumë të Hodos. Unë mendoj që edhe këtu mund të kemi një 4-2-3-1 në fazën mbrojtëse, sepse Hodo është një lojtar që ka karakteristika më të mira në fazën sulmuse, por duke pas edhe Hoxhën, që mendoj që gjithmonë ai mund kërkoj gjerësi dhe ta fitoj thelësin Hodon ato gjysmë hapësirat që krijohet, dhe Kaplanin që është një pikë referimi dhe është një lojtar që i bën presion mbrojtjes kundërshtare. Pra duke ditur që ka një ekip atë që ta ardhi kur e humb topin Iliria bën presion gjithmonë aty që ta fitoj, atëre unë mendoj që është një formacion me konfigurim sulmus, është për të parë që kush do ketë pjesëmarrje, pra qoftë krau djathtë apo krau majt me Hasan dhe Gjinollarin, apo Hasa mund ta ndihmojë, sepse edhe aftësitë që ka Kasmollari për të futur për brenda mund të lirojë komplet kraun ose gjerësinë që mund marrë Hasa. Mendoj se do jenë të dy me pjesëmarrje, edhe Gjinollari në krau tjetër. Për ta bërë skuadrën ofensive. Sigurisht që do presim një përballje shumë interesante, si në Luz, ku Iliria do të përballet me Kastriotin ashtu sikurse edhe në Pogradec, ku vendasit do të luajnë përballë Besës. Falenderoj Ardi Bearin dhe Sokol Bulkun. Do të jemi bashkë sërish në përfundim të sfidës për të analizuar gjithçka ndodh, por edhe me intervistat e protagonistëve. Deri atë mirupafshim.